Një ndryshim i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë shqiptare është miratuar nga Gjykata e Lartë, ku Kolegjet e Bashkuara ka vendosur të rishikojnë praktikën e deritanishme mbi caktimin e masave të sigurisë, duke përfshirë në mënyrë të veçantë masën arrest me burg. Mbledhja e zhvilluar me 9 prill mori në shqyrtim një vendim të njësuar të vitit 2011, i cili për më shumë se një dekadë ka shërbyer si referencë për gjyqtarët e të gjitha niveleve në vendimarrje mbi kërkesat e prokurorisë për masa sigurie. Pas analizës, Kolegjet e Bashkuara vendosën të ndryshojnë këtë qasje. Sipas vendimit të ri, gjykatat nuk mund të mbështeten vetëm në natyrën e veprës penale apo në dënime që parashikon ligji për të përcaktuar masën arrest me burg. Në vend të kësaj, gjyqtarët duhet të kryejnë një vlerësim të detajuar dhe të individualizuar për çdo rast, duke marrë në konsideratë dhe sjelljen, rrethanat dhe personalitetin e personit të akuzuar. Një tjetër ndryshim thelbësor lidhet me barrën e provës. Kolegjet e Bashkuara vlerësuan se praktika e deritanishme ku i akuzuari duhet të provonte pse nuk duhet të qëndronte në burg nuk përputhej me standardet e Konventës Evropiane të drejtave të njerëzit. Për këtë arsye, u vendos që barra e provës i kaloi prokurorisë, e cila duhet të argumentojë dhe provojë nevojën për masën e arrestit. Ky vendim pritet të ketë ndikim të menjëhershëm në praktikën gjyqësore, duke orientuar gjykatat e nivelit të më të ulta drejt një interpretimi më të balancuar dhe me të drejtë kërkesave për masa sigurie në përputhje me standardet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit.